Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë vlog të ri, në vlogun më special për këtë muaj e sigurt. Përshëndetje, sepse do t'jetë vlogu i ditëlindjes Lilushit. Nuk e di. Kemi vendosur që të vim tek Burger Park. Si. Erdhëm sepse intencioni jonë është, qëllimi jonë është që të shkojmë të bëjmë një xhiro me varg. Shpresoj që mos t'jenë mbyll, po që ky është qëllimi dhe po ka qenë edhe par vjet me këtë vakt kemi ardhur në gusht kemi ardhur tek Burger Parku edhe kemi pas solushin të barku. Edhe nuk e di, më pëlqen shumë që të bëjmë të përsërisim gjëra që kemi bërë dikur sepse i lidhen me kujtime të bukura. Të bëj një foto? Nell'acqua, do na bish nu jo Leila. Mos u afro shumë, mos u afro shumë. Jo, mos u afro shumë. Piano, piano. Sa të mirë. Oj. Jemi të varka, pritëm goxha në fakt. Po që jemi të varka. Atje kemi babin, atje kemi Lelën. Të kemi Solin. Që është hera parë që hipën në vark. Esatto, i fiori di lotto! Soli po e adhuron, po e adhuron literalisht. Lela atje përpara po të çmendet. Oh, pra pas kanuse, gjithmonë kanuse këto. Cagnoli! A cagnoli! Dove lo mangiare? Oh Rosa! Hai fame? Sì Rosa, mami! Ha detto, hai detto. Oh, io sono arrivati dietro di noi. Vieni! Është mësua ja. Piano che arrivano gli altri, ci chi che è comodo. Po na vinë gjithë nga mbrapa si kemi hedhur ushqim. Po bash. Perché vogliono mangiare? Guarda! Qua, dietro questa panca. Wow! Oppa! Xhiro me vark rezultoi një sukses i vërtet. Lela u çmend fare sot. Leja pastaj Leja se akoma më shumë, ishte hera e parë për Lelën, ka qenë e vogël në fakt mosha e Lejas pak a shumë kur kemi ardhur me vark herën tjetër, po që kishte ditë Xhiku që ja premtonte që për ditëlindje do shkojmë do ikim të marrim vark. Dhe kështu. Okej, shumë mirë. Morëm dhe byreq me vete, hëngrëm byreq, jemi kështu në rregull, Solia ka fjetë gjumë mirë në drek, jemi tamam e të rrezikoha është perfekte, as vap, as ftohtë. Ishte dita tamam e duhur për të dalë. Një për shembull Baby Lamën po shikojmë. Kush e di çfarë po shikon se duket çuditshëm. Është Baby Lama. Po jo, janë realisht ombla nga zëri. Një radhën e kanë kriqetit, por nuk e di janë apo s'janë jashtë.
Let's go home. U kënaqëm shumë. Përveç se nesës pa komentoj sjelljen e një 5 vjeçare. Po që jo, u kënaqëm. Edhe tani po shkojmë në shtëpi. Rutinën e darkës edhe nani. Hello, nga dita parë ditëlindjes. Si do ta themi? Si mund t'i themon? Shife sa bukur edhe hajde edhe bone, se ka bo Leila. Ashtu ta bëjnë edhe ato si që ka bo Leila mamit. Po, edhe shikoni këtu, kjo është dhurata e parë për Leilën për ditëlindje, ja ka bleti Zegerta. Ne e hapëm sot se nuk na u priste, po dhuratat e tjera nuk kemi hap, po këta ja dha mami Leilës që të loste pak tani në drek që flie motra. Edhe ne lyem thoj, një dorë kemi kështu. Edhe një dorë kemi shtu. Edhe një dorë kështu. Këto janë fantastike njerëz sepse lanë me ujë. Prit, si janë këto? Thuaj mami, nuk ka problem. Edhe kjo edhe me plastike. Janë si plastike. Po. Edhe këto ikin shumë kolla, janë ekstra për fëmijë, janë apostafat për fëmijë. Shive, kjo është me glitter edhe kjo me xixa. Kjo është me xixa edhe kjo. Edhe këte nuk është me xixa edhe këte nuk qarë. Qa ngjyrë është kjo? E verdh. Je? Shile. Po më vërtit. Edhe kjo është jeshile e hapur, kjo është roz. Edhe kjo është roz. Të lumt, kjo është transparente. Po. Në kjo është me xixa. Me xixa, edhe shumë bukur. Edhe është me xixa roz. Po. Në kjo me xixa nuk roz. Nuk roz, me xixa të bardha. Po. Sa po erdha nga supermarketi me Leilën, ikëm që të merrnim ca gjëra për tortën, që të më duhen për tortën. Po bëra edhe 2-3 pazare, nuk e di t'ua tregoja po jo, po thash hajt. Kam një jetë që nuk marr nga këto, fish tepqen, bastoncini peshe, nga këto të peshkut. I thot Nutri-Score gjas me janë të mira, po që hajtë ma për shpejt, se i ka mendu që do t'i marr me vete nesër, që kemi në plan që të dalim pas dite, do bëjt sa si wraps me këto brënda, ky është plani. Ka marr një djathë si ky, që mendoj se ta përdor për tortën, zgjodha këto si shlakzane, si pana për tortën, nuk i ka marr ndonjëherë këto, po më i keqa do përdor ajkën që kam vete shtëpia që e përdor për gjartë, se vinte një ajk mrekulli. Kam ajk që e kam rujt, do shikojmë në qoftë se gjërat janë keq, plus kam marrë edhe pana normale që nuk futet në frigorifer. Se gjithmonë ndonjëherë me panat më del është një dështim i madh sepse më bëhet gjalp, nuk e di ku gaboj, ndoshta nga që e punoj shumë shpejt ose ndoshta temperatura. Një nga këto është gabimi. Asnjëherë nuk ja gjejta mama saj, se kam kap akoma mirë. Gjalp, gjithashtu për tortën. Mascarpone kam 2 të tjera, po mora edhe 1. Këto i zgjodhi Leila, morëm një 3 pije, thash i kemi edhe për me vete nesër, janë kështu, ose për në shtëpi, nuk e di. I kishte shumë qef Leila këto dhe ja mora. I pëlqen packaging, i pëlqen qa është këtu, i pëlqen frutat që janë këtu, nga që dragon fruit, më duket ishte kjo. Edhe nëse për këtë arsye. Mora lule shtrydhe që mos më bien. Mora nga këto. E kuptoni vetë se çfarë janë këto, se nuk e di në shqip. Edhe boronica, i mbaruan boronicat që volën njerëz, do të kishim marrë më shumë. Mora moll. Pastaj nisa për 2 gjëra, po. Kjo është një çambela. E mori Leila, po e harroi që ta hante. Më mirë, mora një ujë, ta kem gjithmonë e marr një kështu si për emergjencë, kur jam e shpejt të kem një ujë me vete për gocat. Mora një si ky, unë kam atë të ferit që po më mbaron, nuk ishte tjetër te supermarketi që është i lagjës, edhe prandaj mora këtë. Siç u thash, ca pana ekstra, sepse nuk e di se si do më shkoj puna e panave. Këto i donte Leila me se zvon, sepse ja kishte parë mësuesës vet. Do i haj, nuk e di. Mora një 4 gjysmë. Edhe wraps që thash, nga këto, protein wraps. Edhe mora arra. Mora nga 3 çokolata kështu.
nuk e di për tortën. Unë tortën parashikoj që ta bëj sa më healthy, po ndonjë çokoladë edhe do t'ja fus. Ndoshta bëj ndonjë ganash me një nga këto çokoladë, për shembull me çokoladë me bar, nuk e di, po sheqer do jetë minimal. Megjithëse unë një sheqer e mora që ta kem. Mora një nga kjo, e dini që unë gjithë këto kohë që kam një vit e gjysmë që bëj torta rregullisht çdo muaj që kur ka lind Solia praktikisht. Pastaj jo ditëlindja e Solias me e fundit 12-ta, pastaj në maj kishte Xhiku. Në qershore pata unë, okay, nuk gatova për vete tort, po nuk e di pse bëra një tort, nuk e mbaj mend. Nëse qershore ndoshta jo, po korrikun tort për vjetorin, domethënë kemi një muaj gjysmë që bëjmë torta, po nuk kam jetë të bëjmë me mjete rrethanore. Tani u kujtova të marr një nga këto që bën kështu xhufkat e tortës. Hajt. Që kanë prish përse që jo, mora ca lule për dekor për tortën, po gjithashtu torta do t'jetë një improvizim. Mora këtë, nuk e di, kam gjuhë që gjasme e mbajnë panën mirë, po nga që shumë babë, thash ok, po e marrë, edhe kash, mora edhe një kartë telefoni për vete se më kishte mbaru. Të gjitha këto shkuan 73 euro, tani, se gjërat e tortës sa kanë shku nuk e di, po nese. Unë tani do rregulloj këto edhe do nis nga torta. Për drejt patëm supë që kishte ngel nga dje, edhe bëra një picë gjithmonë për të kënaqur Lelën. Kjo është e Xhikut me patlıcan dhe me domate. Tha që është e mirë, po kjo copa ka ngel. I lejmë hapet dhe vazhdojmë nga puna. Le të nisim. Të përgatisim tortën. Si fillim do të rahim vezët me sheqer, sa më pak sheqer, ndoshta edhe pak mjal, do mundohem që ta bëj sa më të shëndetshme. Këtu kemi miell, 27 dhe fryrësin. Do t'ja shtojmë brumit, pastaj do hedhim masat e tjera. Shtresa e parë. Shumë mirë duket, po se di tani. Come verrà nella torta. Ja dhe buka e fundit e treta që pjek. Edhe tani do filloj me kremin. Ktheva përmbys. Edhe premton mirë. Problemi im tani është kremi, sepse unë nuk dua të bëj buttercream. Nuk më pëlqejnë tortat me krem gjalp, janë shumë të rënda. Jam munduar dhe këtu të limitoj sheqerin, dua të bëj diçka që të jetë e mirë dhe e bukur edhe e shëndetshme, Një tortë nuk është se mund të jetë e shëndetshme 100%, po që jo aq e rëndë. Kemi reçel manaferash, kemi djathë të freskët të shkrirë, kemi mascarpone. Montojmë panën edhe bashkojmë kremin. Ja dhe kremi i dytë, kemi mascarpone, reçelin që kam bërë vetë, edhe djathë të freskët. Këtu është Solia që u bën tortën e motrës me mamin. Brenda do t'i hedhim këto fruta dhe mbusha do të kemi kështu. Pa. Tani në duhet dekori. Janë 3 gustë tortash, njerëz janë të 3 të ndryshme. Ja pra njerëz, me të që pret patate, japim një formë. Kur u thash me mjete rrethanore nuk beson njeri, po që është realisht me mjete rrethanore. Edhe po mundohem të ndresh të jap një lloj forme. Do të përdor të dyja duar që kështu do shihemi kur të jemi në një pikë më të mirë. Mami i të festuarës është kështu, e lodhur e raskapitur si çdo mami një ditë parë të lindjes, duka edhe tje nga mbrapa. Oh, njerëz, tani kam për të bërë dekorin. Ka hyrë një mizë. Këto mizat këtë ditë ma kanë shqipit. Ka marrë ca të mbace. Këtë gjën kështu. Edhe prisja që të ishte gjëtjetën. Nuk I kam hap akoma.
edhe nga këto të mbatë të tjerë kështu. Kam goxha punë të kuptojnë të drejtën edhe stani i dushit, që nuk e kam larë në të drejtën. Do ta veshim këta për shefin e asaj kështu vetë, për t'i bërë qepin, po nuk është se do ta mbaj gjatë për ndonjë foto kështu. Ndoshta duhet ta hekuros pak, po që e di që do të çmendet fare kur ta shikoj, se vdes për këto. Edhe ka këto krahët e flutura pa. Është shumë cute. Duket pak si vogël. Jo, hapet këta. Okej, kështu. E të vazhdojmë nga dekori se është ora 10 ndoshta në mos më shumë. O njerëz. Kam shumë punë, po që e dini që unë vdes për këtë pjesën e dekorimit e tjerë, edhe tani është edhe puna që Lila është rrit edhe deri diku edhe pret që të ketë diçka. Unë e bëj me shumë qejf, po e di që edhe ajo ka aspektativat e veta, pritshmëritë e veta. Prandaj edhe unë jam shumë e them më në përgjithësi që ta bëj mirë. Do t'ju tregoj kur ta kemi një pikë siç duhet, ose nuk e di, ndoshta do shihemi edhe nesër, I don't really know. Është shumë cute. Nuk e di ma kam thënë apo jo, po që ne kemi vendosur që të mos bëjmë asnjë festë kështu të madhe. Do ta festojmë si me Solian, vetëm ne, dhe të shkojmë diku që Lila ka qef, do ta zgjedhë ajo vetë, ne do t'i propozojmë dhe ajo do ta zgjedhë. Megjithëse unë e di ku do të shkoj ajo, se ka ditë që na thotë që duhet shkoj tek Magic Park, edhe besoj se atje do shkojmë, po që mos kem kot unë, do e vendosim nesër. Gjiku është në punë, nuk mund të merret të lehtë sepse ka shumë kërkesë këtë periudhë, që kështu para dite, në mëngjes kur do zgjoj, do jem vetëm unë me Solea. Pastaj, pasi të vi Gjiku, do marrim tortën edhe do këndojmë shumë burime dhe pastaj do ikim. Kështu është plani. Të kishte qenë koha e kopshtit, ndoshta do t'i kisha bërë ndonjë gjë te kopshti, duke qenë se është 5 vjetor, po që, okej, tham që gjëja më e mirë është të krijojmë kujtime me Lelushin, duke qenë se familje nuk është se kemi afër, edhe të bëjmë një festë, nuk është se mund të bënim dhe një festë të madhe, kam fjalën, që kështu po. Kështu iku, Lelushi është mësuar që çdo vit e ka festuar në Shqipëri 3 vitet e para dhe kemi bërë super festë, do të thotë që gjithmonë me familjen. Po tani duhet të adaptohet edhe me këtë pjesën tjetër. Ika se dhe po lëviz Solia. I hope not. Jam duke përfunduar këtë banerin me happy birthday, edhe te koka ime jam gjithë kohën, kisha pas mundësi, kisha pas kohë, kisha pas mundësi të kisha bërë vetë kështu me dorë një shkrim me happy birthday ose gëzuar lindjen ose në italisht, në shqip, jo pikërisht në anglisht, po diçka e bërë me dorë, po me Solian e vogël është shumë e komplikuar, edhe do goxha kohë, po kam parë gjithë ato idera që i bën vetë, jo të blesh këto që janë këto standarde që i merr në Amazon apo ku. Më pëlqen shumë që ta bësh vetë, të krijosh diçka shumë minimaliste, por ta bësh vetë, po që do shumë punë njerëz. Nuk e di nëse ju jeni tipi që i bëni këto gjëra. Pastaj është edhe fakti që këto fëmijët e sotëm shikojnë shumë, edhe kanë këto lloj modeli. Nuk është se ne do shikojmë të tjerë, do bëjmë dhe ne, po që e di që ajo goca ime vdes për këto pak të egzageruara, është mosha e 5 vjeçari ndoshta, nuk e di, kur ishte më e vogël pyetesha unë, po tani që ka fillu ka gustot e veta, do vetëm xixa, do vetëm roze, lejlae, florie, edhe nuk është se mle shumë vend hapësirë, po që shqyqyr që zgjodhi me flutura.
Flutura është një temë që deri diku hajt. Megjithëse tjetë për mua nuk është se duhet të thonë që të kemi një temë, po që Lejlaja është ngjyra e Lejlës, edhe jemi rikthyer këtij viti me Lejlan e ditëlindjes së parë, sepse Leila Vjollc, është ngjyra e vet dhe po, unë po mendoja po të vesh përsëri outfitin që kam pas ditëlindja e parë e Lejlës, e kujtoj me kaq shumë nostalgji, aq emocione kam pas ditëlindja e parë e Lejlës që nuk e di. Ndërsa kësaj herë që po bën 5 vjeçe, unë akoma nuk e kam realizu të koka ime që fëmija ime parë po bën 5 vjeçe. Do me thënë që edhe një vit, ajo do të filloj shkollën. Do me thënë, ku iku gjithë kjo koha? Edhe kam frikë ta mendoj, sepse është e frikshme. Është e frikshme si fluturon koha. Njerëz, nuk e di. Duket sikur 5 vjet na hodhën sipër edhe na prit të kaloj, ku shkoj? Ka, vazhdo. Tani paka shumë i sistemova këtë dekorimet, nuk mbaroj të humbac, nuk kam më frym të fryj. Gjikun e zuj gjumi edhe më mirë tri lartë se për ndryshe na zgjat edhe Leila. Tjetë atje për arsye sigurie, edhe tani në dorë kam dhuratat nga Klaudia, nuk e di të më thënë. E pyetëm njëra tjetrën se çfarë duan gocat, ajo, unë i thash vetëm një kuku, ajo, mirë kuku, që është super nice, do ta adhuroj Leila. Edhe na shkon me dekorin. Po edhe gjëra të tjera, edhe këto ishin shumë të bukura se i hapa. Edhe këtu ka ca gjëra të bukura për flokët në mos bojon. Apo jo, ndoshta janë. Nuk e di çfarë janë këto. Ndoshta rroba për skukullë? Nuk e di. Tani po dyshoj. Nëse do t'i hapi Leila vetë. Është karaoke. Oh my god, Leila do të shmëndet për këtë. Edhe një makinë fotografike, edhe këtë. Ops, nuk e di çfarë ishte. Ishte ajo rëshkicja, dhurata tjetër nga gjyshërit. E di që do të shmëndet për këtë, se i ka blerë dhe motra ime një, por nuk i ndizet më që kështu super. Më duket se është po e njëjta, e ka Leila, po që super sepse nuk e arrim ta ndezi më atë, nuk i gjej më karikusin dhe e ka tani. Dhe vendos gjitha këtu që t'i ketë ta di që këto. Këtë çfarë ka që bëjë kështu sa për të më ngrirë qapën. Do ta fus këtu që t'i ketë kështu që t'i hapi, se ajo ideja që t'i hapi dhurata. Unë nuk kam shumë nga çantat kështu të bukura. Do shikoj se si do t'i zgjidh këtë punë. Por që yes. Kemi disa dhurata dhe më thënë që mund të hapi, se fëmijët në fund të fundit këtë duan, kënaqen me pak, megjithëse këto nuk janë pak, por po them që kënaqen edhe me gjëra të vogla. Këtu mbrapa kemi rëshkicën, që është dhurat nga familja ime, nga ana e prindërve të mi, edhe motra ka bler, do t'i sjell tani. Me këtë rast do të tregoj dhuratat e Lelës. Është një kuzhinë për jashtë, edhe këtu një babe kuku kështu, sepse njëra që pat, nëse gjysma e kësaj në fakt, ju lag në shi Lelës dhe nuk e përdor dot dhe ju thy zemra për këtë arsye. Edhe këtu kemi një kuzhinë që lozet, nuk e di, kam harruar ndonjë gjë, ndonjë dhuratë kështu e ka marrë Lela edhe këtë ditë nga, oh my god, filluan të bien të humbata që tani. Ka marrë dhurata të vogla edhe nga një kolegja ime, dhurata që janë on the way, dhe të humbas tjetër shëra. Oops, dështim më duket. Oh my god, nejse. Dekori është pak a shumë kështu, akoma tavolina. Do t'ja tregoj më vonë, është e kot. Do t'ja tregoj më vonë ose nesër. Ora 12:03 minuta, Lelushi mamit pas që bekimet e Zotit.
Unë jam të torta. Ta përfundojmë. Si përfundim njerëz, arrita të bëj një si tip krem gjalpi me marmelat. Nuk është e rëndë si krem gjalpi normal, sepse nuk ka fare sheqer. Edhe shpresoj të kem zgjidhjen për tortat e mia me këtë gjë. Edhe është kështu jo perfekte, po që kështu është stili i tortës. Stili i tortës dhe komoditeti im. No worries, trust the process. Solea aty. Dhe le ta përfundojmë. Njerëz, po ju tregoj edhe një herë kështu përfundimi se nesër di që s'do kemi të rezi. Torta doli kështu. Ky kremi nuk e di se kam pas që kundi, ndoshta ekziston, ndoshta jo, nuk e di, po që më pëlqeu shumë si zgjidhje, gjalp me marmeladë. Po marmelata nuk duhet jetë e lëngshme, ta dini këtë nëse e bëni. Sipër nuk I kam hedhë fare, është thjesht kremi I mëparshëm. Duket diferenca e ngjyrës në fakt, se kjo tjetër është pak si roz, megjithëse këtu në kamerë del si e çuditshme, po që nëse ngjyrat kombinohen, edhe kështu. Ky është përfundimi. I shtova disa xhufka, edhe po. Tani do shkoj ta fus në frigorifer edhe qys. Kaq ishte. Dhuratat janë shpërnda. Unë shpresoj që Lelushi të kënaqet. Lelush, shpresoj të pëlqej mami. Po. Ikim të flejmë gjumë, se na pret një ditë e gjatë nesër. Lela. Vieni. Surprise! Wow! Tutto questo? Surprise! Auguri! Shumërime për ty, shumërime për ty, shumërime për Lila, shumërime për ty. Hey, e ke pa tortën ti? E kam pa. Shikoje. Po të pëlqejnë dhuratat, Leila? Po. Kur thashën që Leila si mjaftonte një kuku, nuk më besuat. Nuk më besoi Klaudia, shikon? Po ti ka bërë Klaudia, mami. Ka ikë është te Barbie, të tjerat I harroj vetëm për Barbie. Të ta ka bërë te Zegerta, mami. Kështu e doje ti? Shikon sa I madh është. Sa Solea kur ishte e vogël, o mami, kur ishte bebe. Kur ishte Solea? Kjo është edhe më e madhe se Solea. Mu po pësha bebi, mu zy Solea. Fustani. Të pëlqen mami fustani? Ok, ikim tani? Diamo tanti auguri. Solea! Datemi la torta! Guarda! Aspetta lei. Zot! Shumurime për ty, shumurime për ty. Bravo! Tani mund të hash qa lulesh dush, Leila. Ka 3 guste të ndryshme, mami, shife vetë me që është. Po, kemi veç fustani në motles. Un altro pacco. Ebbene sì, un pacco tjetër. Qa do jetë kjo? Te ka sjell të Zegerta, një tjetër nga të Zegerta. Me drita. Da mettere su nella camera, così puoi leggere I libri. No, mettiamolo giù. No, giù, nella camera nostra, o lì che balcone. No, inside.
Edhe kështu iku pjesa e parë ditëlindjes. Aktualisht ka ardhur shoqja e Lelës, që është 2 shtëpia më poshtë, 1 shtëpi më poshtë më saktë. Edhe po hanë edhe ajo tort. Ishte shumë spontane, se babi vet foli me Xhikun për diçka tjetër dhe tham hajde do vish tash tort. Edhe kënduam edhe një herë shumë urime, edhe tani do bëjmë gati se do dalim, do shkojmë diku, se kemi ndarë 100. Duket se kemi ndryshim plani, do ikim diku tjetër që s'kemi shkuar asnjëherë. Leila. Viel Spaß! Danke für Mama. Und wieder zu. Ja, natürlich. Dank liebe, tschüss, und viel Spaß! Sot nuk ka një gjë që shkon sipas planit. Unë shkova, ushtriva 2 minuta, doja të ushtria, po që nuk ushtriva dot. Si përfundim, Leila po kënaqet kaq shumë në shtëpi, me lojrat edhe me shoqen, nuk don që të dalim. Edhe e pyetëm, preferon të rish në shtëpi apo të dalim, edhe tha jo, duhet los këtu në shtëpi me shoqen. E çfarë bëjmë ne tani? I tham, e po mirë, pse ta sforcojmë kot, le të ri në shtëpi, të lozi. Ikim nesër, ikim fundjavë, nuk e di kur mund të ikim. Edhe po loz njerëz. Do ndërtojmë lojrat, se kemi për të ndërtuar atë që rëshkicën, jo kushinën për jashtë. Edhe kështu, unë jam me dhimbje koke. Xhiku i lodhur, që kështu më mirë, s'kemi se t'i bëjmë gjërat me sforcim. Që kështu ditëlindja vazhdon në shtëpi. Do t'jetë gjithë javën ditëlindje dhe do bëjmë aktivitete gjatë gjithë javës. Tani do iki jashtë që të mbajmë solen edhe të ndërtojmë atë që duhet të ndërtojmë. Vazhdojmë ndërtimin e lodrave. Mirëmëngjesi nga dita pas ditëlindjes. Ne jemi në punë me dhuratat e ditëlindjes. Hangër mëngjesi. Madje gjysmën e morëm me vete për jashtë edhe filluam lojën. Hallo! Kemi një new entry. Hello, hello, nga dita tjetër. Apo jo, ju kam përshëndet sot, harova. Është ka pasditja. Kemi një kalë të ri dhe një poni i ri. Nuk ja di me emrat akoma. Po që ky kali të përshëndet. Po ti thua halo, hama na përshëndet çik. Katu. Është pak i turpshëm. Ja mos e misterio. Ai misteri. Erdën të ferdi neve. Kalioni për herë shumë. Ditëlindja vazhdon. Leila sa po mori një dhuratë nga Medina. O, shpirë. Medina. Faleminderit për kjo surprizë. O, zemra ime. Do t'ja futesh pak dorën? Do t'ja futesh pak dorën? Dhuratat e ditëlindjes vazhdojnë, dhe kjo është një pjesë tjetër e dhuratës nga Medina, edhe Leila u çmend kur e pa. O Leila, më thuj mamit pëlqeu apo jo? Shumë. Shumë? Sa shumë? Shumë fare. O, zemra im. Njerëz, ne po dalim. Kjo është pjesë e ditëlindjes Leilës në fakt, po që unë e di se që na ka ardhur. Libri! Është libri me vitin e parë të Soleas. Kjo ka qenë dhuratë nga hati që në prill, po mu nuk bëra mbar që ta bëj tani. Libri ime. Po, është libri jon. Edhe prit. Është një kujtim shumë i bukur. Ai janë të gjithë fotot e vitit parë të Soleas. Selesin e vogël. Që se tu? Selushi i vogël. Po, nisemi. Ne në fakt po dalim dhe kjo është pjesë e ditëlindjes Leilës. Nuk kemi qenë akoma atje ku kemi pas plan, sepse ja kemi kaluar shumë bukur të shtëpia jon, sa që nuk jemi bërë mbar që të dalim. Ka qenë shumë kohë mirë. Gozat kanë lozë të oborri me shoqen, kanë qenë në pishinë, edhe nuk kemi qenë, kemi thënë okej, do ta lejmë për një nga këto ditët e tjera, duke qenë se kemi disa ditë në shtëpi babi. Edhe kështu. Po, duke qenë se këtë video kush e di kur e përfundoj, bie që kjo do jetë sekuenca e fundit për ditëlindjen e Leilës, unë të nis një vlog tjetër.
Kemi shumë kohë që nuk dalim në Bremen në qendër, edhe po shkojmë që të bëjmë një xhiro, do ham diçka atje, edhe kështu është një edal. Ideja ishte e babit në fakt, edhe why not, sepse her pas here mu më merr malli për qendrën e Bremës. Që kështu, let's go! Easy non! Na, eccoci qua. Një vlog nga Bremen, më në fund. Lia mangiare, andiamo? Edhe tani pas darkës kemi gelato time. Vetëm se Leila, kush është e imja? Leila, kush është e imja, mami? Leila, kush është e imja? Kjo po kjo? Po ti pse për lëpitimin? Kjo. Ne po ikim në shtëpi tani, kështu në këtë mbrëmje vere, e mbyllim ditëlindjen e Leilës këtu. Dhe do shihemi bashkë në video të tjera, në vlog sa herë që të kem mundësi. Nuk i premtoj se kur. Leila. Nuk i premtoj se kur, po që faleminderit shumë që e ndoqët të video deri në fund. Mami prit. Mirupafshim. Mirupafshim.